pjesëmarrës, faleminderit që jeni sonte. Besoj që ndodhi të shkruajë një kampionat i bukur. Rëndësishme është që kampionati i parë, një 40 vjeç që zhvillohet nga Shqipëria Ronaldo të bëhet shkollë bashkëpunimi shqiptar për sport. Shpresojmë që kjo iniciativë të bëhet edhe të ketë pjesëmarrje më të madhe vitin e ardhshëm, por të shpërndahet në gjithë Shqipërinë të ketë një kampionat veteranësh, duke shpresuar që gjërat do shkojnë ashtu siç kanë shkuar në këtë kampionat, ku natyrisht besoj që edhe më të mirë kanë arritur të fitojnë. Shoqata Rajonale e Futbollit Shkodër ka menduar që të ketë edhe një të dorëzojë, një mirënjohje për të gjithë ekipet pjesëmarrëse. Janë 8 ekipe të cilët kanë marrë pjesë në këtë kampionat që besoj do të jetë historik, sepse është kampionati i parë plus 40 vjeç që zhvillohet në Shqipëri. Do të dorëzoj zoti Lazamatia, kryetari i shoqatës rajonale, mirënjohje për ekipin e Universitetit Luiz Gorafuçi. Bravo Lobani. Do të ketë një mirënjohje për drejtorin Renal Tatimeve Shkodër. Ftoj zotin Adron Hasamet të marrë. Duke një se kemi pjesëmarrës të pjesëtarët e ekipit Spitalit Renal Shkodër. Është një prej 8 ekipeve pjesëmarrëse. Për ekipin e OSHE Shkodër. Adorusi. Media. Dhe një mirënjohje për Bashkinë Shkodër. Bravo Zedin! Do të kemi 2 trofe të golshënuesit më të mirë kampionatit. Ka numër barabar golash. I pari është Mario Bregu. Nuk është sonde, por ftoj Zamir Lomanin të marrë trofeun për Mario Bregun, golshënuesi më i mirë i kampionatit me 30 gola. Do të dorëzoj 30 gola është dhe Deniz Vjani. Sojmë Lucas Vjanin të dorëzoj Denisit trofeun e Kupës së Adena. Një falënderim për 2 arbitrat që kanë marrë peshën e arbitrimit në gjithë këtë kampionat, Agron Kastrati dhe Begizë Agusha. Do të ketë një medalje. Do të filloj me medaljet për vendin e dytë dhe kupën për vendin e dytë do të dorëzohen nga kryetari i shoqatës rajonale zoti Lazamatia. Medaljet për skuadrën e vendit e dytë, ftojmë ekipin e veteranëve për të marrë medaljet dhe kupën.
momenti fort nderuar kampionit të këtij kampionati do të jetë antari i Komitetit Kryetarit të Federacionit të Futbollit, që ka Muhamet Fogu, që do të dorëzojë medalet për ekipin kampion, ekipin shoqatës Vranal Futbollit Shkodër. Shkoj një nga një pjesëtarët e ekipit shoqatës Vranale për të marrë medalet dhe në fund kapiteni pastaj për të marrë kupën. Ha ha ha!